Miq të Piskut, ju përshëndes. Jemi me profesor Engjëll Lukën. Pas shumë angazhimeve se Engjëll e ka shumë ngarkuar ditën e tij, jetën e tij, për shkak se ja kanë marrë peng, siç e keni thënë vazhdimisht, jetën që mund ta zhvillonte në shumë gjëra tjera, në dobi të vetes tij, familjes tij dhe komunitetit dhe Shqipërisë. Por si Engjëlli dhe shumë tjerë, por paktën unë Engjëllin njoh që e ka bërë këtë betejë vazhdimisht çdo ditë. Dhe ne jemi dëshmitar, jo vetëm unë, por edhe ju që na ndiqni në rubrikën Engjëlli kundër djajve. Sot ka për ta thënë diçka tjetër për sa i përket asaj se çka po ndodh midis përballjes së Engjëllit me këtë 11 djaj 11 djaj të ditës së djeshme. Dje unë kam qenë në gjykatën e posaçme për një procedurë kundërshtim të një transferimi apo të një moskompetencë. Domethënë, unë kam bërë një kërkesë në SPAK dhe SPAK e ka kaluar në prokurorinë e Tiranës. Ky vendim për mua është jashtëligjshëm dhe unë kam bërë kundërshtimin dhe gjykata më thiri për të ballafaquar palët me fjalë. Unë kundër SPAK për këtë çështje. Nuk po i futem detajeve të kësaj çështje, po para se të futesha në sallë, dje, kam hedhur një sy kalendarit të dyja gjykatave, domethënë gjykatës së shkallës parë dhe gjykatës apelit të posaçme, domethënë gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, dhe ç'a shikoj atje? Emri i parë që bie në sy është Arbër Çela. Dëgjoni çik mirë. E shikoni këtë prokurorinë këtu, kjo është prokuroria e Tiranës. Këtë prokurori e drejton Arenc Çela, vllai i Arbër Çelës. Dakor? Në 25 tetor 2025, domethënë para 9 muajsh fiks, unë i kam bërë një kallëzim penal Arbër Çelës dhe kam kërkuar që ta arrestohet ai së bashku me juristen e urdhrit psikologut, me një punonjës të postës dhe psikologun e prokurorisë këtu, që është vartës direkt i Arenc Çelës, Erion Cenko. Arsyeja e kallëzimit kanë qenë të kallëzuar edhe persona të tjerë, që nuk po i përmend në rastin konkret, sepse Arenc Çela në bashkëpunim me të vllain, me urdhrin e psikologut dhe me postën, kanë kombinuar veprimet për të marrë në mbrojtje Erion Cenkon, i cili duhet të më paguante mua fillimisht 15 milion lek të vjetra nga këto tonat, gjë që ai e ka pranuar në gjykatë. Një të dalë nga gjykata, ai të dredhur bishtin ai, nuk i paguan para. Dhe ka vazhduar me 2 kallëzime të tjera. Ç'a bën Arenc Çela, kryeprokurori, fut të vllain që të japin vendim pro atyre, ndërkohë që ata janë komplet, domethënë e pamundur, domethënë nëse një media që ka ekran dhe që mund të shfaqë të gjitha aktet, e ka të pamundur të pranojë një veprim që kanë bërë ata. Ai duhet më japi patjetër parat mua dhe do të japi se s'bën, ti je i sigurt. Por implikimi i vllait të Arenc Çelës është një gjë shumë e rëndë. Tani, përveç se implikoi vllain në këtë veprimtari, Arenc Çela nuk pranon që të regjistrojë procedimin atë kallëzimin penal, nuk e regjistron fare. 9 muaj, nuk e regjistron fare. Dhe ndërkohë që unë nxirr letra, kam çuar ILD, siç kam çuar KPK-s, mirë thash, Këshilli Lart Prokurorisë të tjera, s'pyesin fare ata, sepse ata ja kanë gjetur anën. Dhe siç të kam thënë unë gjithmonë, ai që është më i godituri, ai bën më lart. Ai që bën krimin më të madh, ai bën më lart. Ai shkon në detyrë më të lartë. Dhe po ju përmend emrat. Arbër Çela, Damiela Goxha, Albert Meça, Marinela Osmani, Irena Brahimi, Dritan Hasani, Alma Kolgjoka, Ardit Mustafaj, të më kujtohen edhe një 2 të tjerë. Të 11 që e djeshme. Janë 11 që kanë braktisur dosjet, ose kanë dhënë vendime ashiqare kundër ligjit, dhe në vend që të dënohen, apo të procedohen, apo të hiqen fare nga detyra, tak merren në GKKO. Domethënë merren në gjykatën speciale ku njerëzit besojnë se atje ligji është kështu.
E kuptoni juve çfarë ndodh? Këtu qëllimisht gjithçka funksionon së prapsi. Gjithçka. Dhe në mënyrë të qëllimshme. E kupton? Domethënë, nuk bëhet fjalë thjesht të bëjmë një padrejtësi po s'ka gjë. Jo, e kanë sistem. Po pse e marrin atë që është më problematiku e çën më në krye, që ta përdorin me kollaj, si është? Një që ta përdorin me kollaj, dy që ai të mbet i paprekshëm se ai ka shërbyer të tjerëve. E kupton? Dhe tre që të dhunojnë ty psikologjikisht, bëj çfarë duash ti, domethënë e ke parasysh. Kjo është skema. Kjo është skema. Është dhunë e direktshme. Që ti bëj çfarë duash ti, nga ne je i mbaruar. Karshillik i pastër, akmari e pastër, e kupton? Tani, po ti marr përveç Arbër Çelës, do të them që Albert Meça ka qenë, prit të flas dy fjalë për Arbër Çelën. Arbër Çela ka qenë gjyqtar në Durrës. Dëgjoj mirë. Ku përsëri ka marrë në mbrojtje të njëjtët persona. Domethënë kur erdhi këtu ai nuk mund ta merrte përsëri dosjen në gjykatën e apelit. Në gjykatën e apelit ai ka ardhur në 16 gusht vjet, domethënë 2025-s. E kupton? Dhe brenda një muaji ka marrë 2 dosje të mia. Po për këta persona. Përveç kësaj ai është, domethënë i është tërhequr vrejtje ose është studiuar, si thua, hetuar, për shkak se i është gjetur një apartament rreth 140 metër katror që me sa duket ja ka falur i vllai. A këto gjërat e vogla, karamele. Era këto karamelet që i qarkullojnë këta në përduart njëri tjetrit. Tashti, përse Arenc Çela është njeriu që mbetet i paprekshëm ta dini ju? Arenc Çela ka një mal me dosje që flasin për korrupsion madhor. Jo vetëm brenda vendit. Arenc Çela është ai që bën tratativat për shit blerje dosjesh. Arenc Çela ka në dijenin time dhe në bindjen time të plot një marrëveshje me Spakun apo më saktë me Klodian Brown, ashtu siç e ka pasur me Altin Dumanin, që hetime të fsheta të bëhen këtu me qëllim që të mos figurojnë atje. Dhe gjithçka ta shfrytëzojnë për vete. Pikërisht kjo është skema që kanë. Kjo është sita, domethënë. Po. Prokuroria e Tiranës është sita. Po, kjo është kështu që këta tak i marrin gjithë ato për shkakun që i kërkoj unë, nuk shkojnë atje. Tani, përveç të tjerave mbase ja u kam thënë që unë kam bërë disa kërkesa. Domethënë kam bërë një letër, kam bërë 2 letra dhe kam shkuar disa herë atje në Spak, ku kam kërkuar të takohem me koordinatorën për marrëdhënie me publikun dhe me median, Ada Eqimi. Nuk dela Ada Eqimi. Se lën të dali. Ose se lën të dalin, po njësoj është. Po përgjegjësia të bie mbi atë, sido që të jetë. Ai është personi që mban kontaktet me mediat dhe unë kam pyetur të gjitha mediat dhe mediat asnjëra prej tyre nuk e përmend emrin tim. Ata që janë atje te Spaku, asnjëri. Asnjëri nuk guxon ta drejtoj kamerën tek unë, e të verë mikrofon, asnjëri. Ndërkohë që atje po të shikosh ka raste. Ti thua Angel që në këtë paketën që thua midis prokurorisë Tiranës me Spaku. Të tërë janë të tërë bashkë. Edhe media është brenda në lojë e përfshirë që profiton. Të tërë bashkë, pas një diskutim. Ç'a i detyron ata të mos i thonë? Ata nuk është se s'mnjohin mua. Ata më shikojnë për ditë mua. Kanë vite që më shikojnë. Nuk bëhen kurioz ata, or ç'është ky njeri që hyn e del. Madje ti hy më shpesh se sa edhe vetë kryeprokurori. Më shpesh se çdo njeri që nuk punon atje i hyn. Por çdo njeri që punon. Më shpesh se çdo njeri që punon për leje si që punon, por çdo njeri që punon. Tani imagjinoni këta 11 njerëz të promovuar që janë direkt në konflikt me mua dhe që kanë shkelur rend ligjin, nuk mund të ngrihen në detyrë pa kolegjen, pa asnjë diskutim, pa ILD-n, domethënë Inspektoratin e Lartë Drejtësisë, sepse emrat e tyre janë përmendur dhe janë çuar dosje, sidomos në mënyrë të veçantë për Arbër Çelën. E kupton? Ku unë kam kërkuar që Arenc Çela të përjashtohet detyrimisht nga ky institucion. Të dëbohet, të pezullohet, të arrestohet, bëhet çfarë do, po duhet ikë se s'bën. Sepse ai e ka futur gjithë sistemin në ngerç. Kujt po ja thua këtë Angel? Këtë që duhet të përjashtohet, duhet largohet. Popullit punonjës, popullit protestues. Okej.
Natyrisht edhe atyre që ju dërgova letër tani. Tani që para se të vjetë ty, atyre ju dërgova një letër dhe se mos ka në njeri dyshimin e dërgove se dërgove letrën. Letra është dërguar me urgjencë. Me post urgjente. Me post urgjente. Lexoja aty, lexoja çika aty, lexoja. Objekti Express, thot. Po. Kodi dërguesi Angel Luka, Marsi KLG, vendmbërritja Tiranë, thot. Po se aty është. Po, tani data ku ka datën, data 10/7/2026 në orën 11:05 është dërguar. 10:56. Dhe tash sa është ora? Tani është ora 11:37 minuta. Pra, gjysore, 40 para minuta. gjysmë ore unë kam dorëzuar këtë letër 5 faqe ku i kam përmendur një për një të gjithë këta 11 gjyqtarë. Po kupton? Të gjithë 11 gjyqtarë që nuk pranojnë të bëjnë detyrën. Ose që dikush i shtrëngon të mos e bëjnë detyrën. Kush mendon si mund i shtrëngojë një gjë? Po unë ju Si diskutoj. është që dalim në kokë tani përveç pjesës procedurore, se ne kemi thënë njerëzit e dinë ka njerëz që këtu nuk ka nevojë për shpjegimet e mia. Fare. Të gjithë e dinë dhe e thonë me mburje, SPAK është vepër e amerikanëve. Ata paguajnë parat. Domethënë ata paguajnë parat e kanë blerë drejtësinë tonë. Për ta përdorur për vete. Jo kupton? Në emrat e atyre se harrova të thosh është dhe Fuad Vjerdha. Fuad Vjerdha ka qenë në gjykatën e apelit dhe është i njëjti gjyqtar që në krye të një trupi gjykues prej 3 vetash ka fshehur dosjen 54 faqe dhe më ka vjedhur mua 400.000 euro. Direkt. Dhe ç'a bën? Në momentin sepse vendimi i shkallës parë ishte të kthehet sendi, që do të ktheheshin tërë personat që kanë kërkuar sendin. Atëre. Po pa përmendur emrin tim. Dhe atje e kanë zhdukur dosjet e mia në gjykatën e shkallës parë. E kanë zhdukur këtu. 3 dosje, 3 kërkesa. 2 kërkesa në shkallë parë, kanë zhdukur në gjykatën e apelit të radhën e parë me Fuad Vjerdhën, dhe Fuad Vjerdha në atë kohë që unë i kërkoja vendimin, sepse ai kishte lënë në fuqi vendimin e shkallës parë. Domethënë, unë duhet merrja direkt parat. Ai ç'a bëri? Një ta marr italianët edhe hyre dil se gjas me ashi smurend 4 muaj. Dhe zjerë vendimin duke zhdukur dosjen. Po janë dash leka se ka qenë smur ndoshta. Po pra. Ke bo diçka të mirë. Tani prit. Për shkak të asaj dëgjoj më të bukurën. Për shkak të atij veprimi të zhdukjes dosjes, unë kam futur në një kallëzim penal shumë persona të gjykatës apelit, sekretare të mbështetëtash, kancelaren dhe në radhë të parë Fuad Vjerdhën. Ç'a ndodh vëllai? Kallëzimin tim unë ja dërgoj me post policisë shtetit, po para se t'ja dërgoja me post, shkova në drejtorinë e policisë Tiranës, takova shefin e seksionit për antikrimin ekonomik dhe financiar, zotin Kreshnik Alimadhi, dëgjoj mirë, dhe Kreshniku më tha mua, mirë tha, do bësh kallëzim, po do bëj, thashun, po do t'ja dërgoj me post, sepse juve zakonisht thoni që ne s'japim kopje. Që unë bëja u dërgoj me post edhe. E dërgoj me post, si kjo që peti tani, me urgjencë, me dhe. Në datën 3 shkurt, ka vajtur dosja të 2025-ës, jo mirë. Tani, me që kjo nuk beri detyrën dhe fsheu dosjen fare, Kreshnik Alimadhi. Unë i bej kallëzim Kreshnik Alimadhi tu në prokurorinë e Tiranës dhe për të mos u futur në detaje, në fund të kallëzimit, kërkoj 100 milion lek të vjetra ati Kreshnikut. Dosjen e Kreshnikut, dëgjoni tani, që fsheu dosjen e Fuatit, e merr në gjykatën e apelit, kush? Fuad Vjerdha. Këta janë të pabesueshme, to që ndodhin këtu janë të paimagjinueshme. Nuk mund të ndodhin as në vend të botës. Unë i bëj kundërshtim dhe e merr Alma Kolgjoka. Gjithë dosje me tëra provat që vërtetojnë se ky është në konflikt të rënd interesi dhe nuk mund ta gjykoj këtë dosje pasi është direkt i implikuar ai vet, direkt i kallëzuar ai vet. Ç'a bën? E merr Alma Kolgjoka dhe thotë, jo, gjërat janë normale. Nuk ka arsye që gjyqtari Fuad Vjerdha të japi dorëheqjen. Alma Kolgjoka në SPAK, domethënë në gjykatën e posaçme. Të tërë.
Tër pazar. Ata ja kam shkruar unë kolegjes. Prokurore, gjyqtar, po shesin dosjet. Ja kam shkruar troç. Këtë ta kemi dhe si titull. Po pra, Prokurore, gjyqtar, po shesin po dosjet. shesin dosjet dhe çka ka ndodhur. Dhe prandaj ju bëra një thirrje në një video timen dje. Protestuesve, po ja u bëj dhe që këtu. Po. Kërkoni të hapen gjykatat. Të mos merret asnjë vendim në dhomë këshillimi. Sepse pikërisht ky është kyçi. Ata marrin vendime dhe ti shikon vetëm në fund që fitoi Angjeli apo fitoi Altini. Po se qa, se kysh, se tek, se qa ka brenda, se qa s'ka, se ka qenë i rregull, se s'ka qenë i rregull, nuk do t'ja di njeri. Se ti s'mund ta dëgjosh. Dërsa po të hapet gjykata, të bëhet verifikimi i dosjes në prani të personit të interesuar dhe domethënë prokurorit që ka bërë hetime ose që s'bë fare hetime, fare. S'pak s'bën asnjë hetime. Kur çoj unë dosi, 0 hetime. E kupton? Bile sa për t'jeni edhe për këtë seancë që kam qenë dje, një person i dënuar nga ajo gjykat, thyen vendimin e gjykatës, dhe që bëjnë, në vend që ta marrin të arrestojnë, sepse ai ka thyer vendimin e gjykatës, është akoma në provë, e kupton? Ata që bëjnë e dërgojnë dosje në Tiranë, në prokurorin e Tiranës. Pse? Që të mos bëjnë veprimin, që ta marrin në mbrojtje, që të gjenë yçkles, jo po kështu, jo po ashtu, jo po kështë e faj, jo po s'kështë e faj, jo po prova ka dhenë, jo po ky, domethënë gjithanë marifetesh. Ky është qëllimi. Ndërkohë që ligji procedurial, domethënë kodi procedurës penale nenet 470 dhe 471, thot, gjykata që ka dhenë vendimin është ajo kompetente për ekzekutimin e vendimit. Domethënë, nëse gjykata e Tiranës jep një vendim, për të ekzekutuar ky vendim është përgjegjësi gjykata dhe vendimin e ekzekuton prokuroria e Tiranës. Nëse SPAK-u ka, domethënë gjykata e posaçme ka dhënë një vendim, i vetmi institucion që ka kompetencë për të ekzekutuar këtë vendim është SPAK-u. S'mund të jetë një tjetër. Po. Të kuptoj. E kupton? Ndërsa këta i ngatrojnë qëllimisht letrat. E ka rutinë këtë. Dhe qa? Sepse këta të tërë e din që nëse Angjeli Luka merr 5 lek, i merr të tërë 5 miliardët me të atyre, jo me tonat. E kupton? Këta, domethënë, kjo ashtë pengmarrje. E kanë filluar italianët që atje kur morë mua peng, në kundërshtim me vendimin e gjykatës më hodhën këtu u betuan që të më shkatronin me çdo formë dhe në një farë mënyrë ja arritën sepse më shkatruan familjen, shoqërinë, punë, para, më the tash jetën 18 vjet të tmerrshme, ndërkohë që duhet ishin më të lumtura dhe jetës time dhe bëjnë çdo gjë që emrin të mos përmendet asgjikundi. Edhe ai Genprogmi e shumë të tjerë si ai atje në protest e kanë këtë qëllim. Që gjithsesi të mos më hapin mua rrugë. Si qëllim? Po pra, janë të instruktuar që çado që të bëhet, mos lejoni që Angjeli Luka të dalin atje. Ka lidhje Genprogmi dhe të tjerë me këtë gjë? 100%. Edhe njerë, kuptoni një gjë. Pushteti i shqiptarëve nuk është i shqiptarëve, të paktën deri më sot. Po, këtë e shohim. Dhe të tërë kemi pranuar që të tëra palët po mundohen të kapin pushtetin. Apo jo? Po. Dhe njëra nga arsyet kryesore është që të kapin pushtetin që të mos e lënë pushtetin në një dorë që është plotësisht e pavarur. E kupton? Kështu që ata fusin në pazar Altin, o s'ki merak, ti punon qik për ne, i ke Angjelin Minjan, se për të tjerët kujdesemi neve, i kemi llogarit mbrapa. Kështu po bën tërë gjyqtarët. Po pse ata atje janë të instruktuar që Jo të gjithë. po ku i di për Gendin për shembull si për X-in për tjetër. Jo, se kur flasim për emra, paktën ti nga ata që njerëz që marrën një nga të paktët që kur thua një emër, unë e ruaj shumë anonimatin. Gojën dhe dorën, si thon fjalës. Nuk dua kursesi që të lëndoj dikë apo të dhes i e dyshimi për dikë pa pasur provat bindse. Por unë, si të thash ty, e di 1,000,000% të sigurt që ndiqem nga sekonda që dal nga shtëpia dhe kudo që shkoj. Policia merr
policia, shiku, i lirën guardë, më thëtë tash të tëra marrë një informacion në kohë reale. Dhe e kombinojnë këta, e qojnë një qendër e cila pasaj shpërndan, si thuash, direktivat, udhëzimet. Unë kam vajtur të Spaku, si shtë thash. Kam vajtur edhe në protest që e diti para ca ditësh atje. Unë të shkoj prapë atje. Pa tjetër. Shkoj edhe atje të gazetarë. Dhe unë e shikoj që asnjeri prej tyre nuk pranon të flasi me mua. Pse? Po si mund mos flasin me njeri që të paktën në letra, se ata e kanë parë vendim në formës prerë. Ka $50 milion, minimalisht. Si s'flasin, ata flasin me gjithar rrugaçësh, me gjithar njerëz i shkoti, flasin me kriminal që kanë grabitur. Unë s'kam grabitur njeri. E kupton? Pse me mua nuk flasin? Pse nuk fliste Gent Progni dje me mua? Pardje kur ishte. Po Për çfarë? s'të nje më ingjët. Po mirë s'më njeh, dakord, çun, ai ky është njeri publik. Po. Dakord? Është kthyer njëri publik. Po është kthyer njeri publik, paktën ka ca vjet që hyn e del, flet nëpër media, e marrin nëpër intervista e tjera. Ka bërë ai atë sfidën e vet me akshin e me. S'ka rëndsi, dakord, ka bërë ai atë punë që ka bërë. Po. Si kanë bërë shumë të tjerë dhe shqyri që i kanë bërë. Po, bravo. Dhe, domethënë, janë për të falenderuar nga kjo anë. Problemi është te finalja. Çfarë duan të nxjerrin këta rreth? Kush? Gent Progni dhe shumë të tjerë personazhe publik. Te protesta dhe të tëra, edhe te Spaku ordi çu. Edhe Spaku. Spaku nuk është se nuk bën asgjë. Po nuk bën asnjëherë atë që fundoren. Domethënë, më të rëndësishme. Domethënë duhet i vërë ka pak më ordi çu. Po të marrim rastin konkret. Kanë arrestuar, kanë nxjerrë urdhër arresti për Arben Ahmetin. Dakord? Tani, Arben Ahmeti çka ka vjedhur? Kujt ja ka vjedhur? Ja ka vjedhur me të vërtetë shtetit apo ka vjedhur Altinit? Se thon ata. Ata thon vetëm që Arben Ahmeti ka këtë pronë dhe ne ja sekuestrojmë. Dakord, të shumë po është me të vërtetë e jote apo është imja? Këtë bën edhe Gent Progni. Gent Progni është dakord që gjithë kjo klasë të shporet. Po që është shporet kjo të vinë një tjetër prap e po të njëjtit lloj? Po ku e shefti që do të vinë një... Sepse nëse ti bën një pakt, apo ke një sjellje e cila përjashton një person që duket pa arsye, ti je pjesë e një loje të rrezikshme për këtë vend. Po Genti për shembull ka pas këto probleme dhe veta këto kohë të fundit, se jo e arrestuan, 3 Ti ditë je sigur që Genti nuk më njeh sot mua. Një më herët. Si të thash edhe për Dritan Goxhën. Pra duhet të them që edhe ai është ka problemet e veta, kupton? Ai ka problemet e veta, natyrisht do të zgjidhë problemet e veta, sepse natyrisht përballë pa qëllim të ajo sjellja që. Ndërsa unë të them që është e qëllim. Okej. Jo, por ndaj po bëjmë të. Bile unë po të më lihej në do, po të kisha mundësi, do merja pamjet filmike të shikoja të gjitha lëvizjet dhe kur kishte ardhur Gent Progni atje. Në prokurori. Nga kishte dalë nga komisariati, me ke ishte shoqëruar, me ke kishte folur në telefon. Shikoj këto atje dhe shikoj ç'a ndodh. Po mua s'mjep njëri këto. Mua nuk më dhanë në shtëpinë time. Një sekond, ç'a do të thuash me këtë? Që të jemi të qartë edhe për Që të jemi të qartë ordi çun. Po? Ç'a ka ndodhur? Ç'a ka ndodhur? Gent Progni është njëri që i angazhuar në këtë protest, i angazhuar më tepër se të tjerë. Këtë e shohim gjithë. Ashtu që e shohin të gjithë. Një ditë prej ditësh u kap për lesha që do fut në burg, në paraburgim aty. Për mua është e papranueshme. Kjo gjë që i ndodhi Gent. Po, për këto. Për Gentin si për këto. Saktë. Domethënë një njeri që është në protestë ka të drejtën e protestës dhe nëse me të vërtetë ai nuk ka bërë një gjë me të vërtetë të rënd, ai nuk mund të dhunohet. Në asnjë lloj forme. Tani digjeti për çfarë futën Gentin brenda? Po goditi me vezë, protesta, ka sharë, ka ofenduar. Si ai goditën 100 të tjerë, 1000 të tjerë. Apo jo? Po mirë që lloj Genti që kapën aty edhe 40 tjerë. Po. Si ka vetëm Genti, u kapën gati 40 veta. Po. E ky është mençuria e policisë, mos kujton ti se policia bën veprime idiote që të vetë kapi vetëm Gent Progni.
kapi Genprognin, kapi 40 të tjerë që të mbuloj pikërisht atë ku ka qëllimin. Po për çfarë arsye kapën Gendin këta pra? Që ta manipulojnë dhe ta përdorin kundër protestës dhe kundër qëllimit kryesor të protestës, që protestat të nxjerrin një udhëheqje të lirë dhe të pavarur. Qoftë nga pushteti i Ramës, nga i Berishës, nga i italianëve, nga i amerikanëve, nga i britanikëve, nga i grekëve, tjera. To pe manipulojnë që mos nxjerrin këtë? Që të mos dalin kështu. Të mos dalin e lirë. Domethënë që kjo protestë gjithsesi të dështojë. Sepse kështu i bie, dështimi i bie. Nëse kjo protestë nuk arrin qëllimin e saj kryesor. Po pse bën policia këtë Angel? Sepse policia merr urdhër nga Edi, kjo nuk diskutohet. Po policia duhet të jetë e pavarur apo? Duhet të jetë, po duhet të jetë, është tjetër gjë. Duhet të jetë pikërisht këtë kërkojmë ne, që duhet të jetë. Ti thua që në moment, okay, jemi te protesta, e morën e sonë në komisariat. Çka ka ndodhur ty sipas teje? Tash ti ja, ne nuk kalojmë fikshën, po, nuk mund të kalojmë në imagjinat. Nuk kalojmë në imagjinat se bie kut. Si është si praktik, pra si praktik si ndodh. Si praktik është kështu. Po. Policia nëse të ka kapur në një faj, nëse ky faj edhe diskutueshëm është i dënueshëm, policia të mban. Këtu prokurorë të korruptuar janë me qindra. Ashtu siç bëjnë ata që një njeriu të pafajshëm i heqin të drejtën, ashtu edhe një njeriu të fajshëm i heqin ose i japin të drejtën. E kanë në dorën e tyre. Dhe sa kohë që ndodh kështu, një njeri si Genprogni, nuk duhet ta marrë me për shembull, po një njeri X, njeri që nuk është me karakter të fortë, që nuk ka mbrojtje, që shikon veten të cënushëm, e kupton? Ndoshta që edhe kanë dhunuar atje brenda, se forma për të dhunuar nuk është vetëm që ti biesh me grushte. Ka 1 milion forma për të dhunuar njeri. Domethënë, ky njeri i jepet. Dhe ata nuk është se i kërkojnë dilti tash edhe bjeri me dru Altinit. Jo. Ata vetëm kaq i thonë. Shikoj çik. Na bëj këtë gjë. Kaq. Mjafton që ai të bëjë një veprim i cili të fut në sherr, të fut në dyshim, të fut në konflikt, dhe ndoshta për shembull ata aty prisin edhe që unë të konfliktohesh apo ta shaja, ta dhunonja. Që ata pastaj të më ktheheshin mua kundër. E kupton? Le këtu e mbyll një gjë histori me ty pastaj. Kaq. Ata kanë nxjerr, ti e di që ata kanë nxjerr urdhër që ti Angel mos u fut këtu. Po jo vetëm ti. Se më theti mua pse këta, se kanë futur edhe 40 tjerë. Edhe mua, jo vetëm mua, kanë futur edhe 2 të tjerë. A kush janë apo të nesër? E mrakoti. Mi kjo që po thua ti që këta i kanë thënë Gentit, edhe Genti do ta bëjë tek protesta këtë gjë. Nuk do kuptohet, thua kjo ke masa. S'ka si të kuptohet ti çu. Si do kuptohet? Si do kuptohet? Ti je një X, je një popull atje, do mikrofonin të flasësh. Ku ti plasi? Ja po flasin këta 100.000 të tjerët. Si mund ta tjetërsoj për shembull protestën? Është tjetërsuar ajo. Sa kohë që këta kanë krijuar një grup të mbyllur rreth vetes. Se ky është qëllimi. Unë që do t'i kërkoj agentit e diti, do t'i kërkoj agentit adresën dhe një numër kontakti që ta kam thënë ty 100 herë, që nesër pas nesër të kontaktojsh, të flisim nga afër, të shpalosim idetë tona dhe të krijonim një gjë në çik më të pasur. Po numrin e kontaktit Gentit e ke publik apo? Jo, se kam unë. E ke publik. E ke publik ma jep. Po si mund të flasim me njëri që më kthen kurrizin? E më thot mua, ç'a do më dha mua, të thash mirë jam, do të puth tani. Si mund t'i flasë unë ati? Thuaj ti, si mund t'i flasë? Qa pret ti, nëse unë i flasë, qa pret ti, qa do thotaj? Si pas te, ja, qa do thonë? Jo, po them pra varet nga situata ku ndodhet ajo. Atere, sigurisht që varet nga situata, po ka situatat që krijohen natyrisht. Se edhe mu mund më afrohet çdo kush në rrugë, ose kudo, mund më afrohet. Qa bendi, i thuaj, dale të puthun, do ta pyesësh njëro që çfarë rase, edhe do t'i thosh, më fal, po unë nuk merrem dot me këtë gjë. Për shembull, e kupton? Edhe ai mund më thoshte mua, më fal që po jam në momentin tim. E kupton? Nuk flasim dot tani, flasim më vonë, apo nuk e kam me qejf të flasim për këtë punë. Edhe kaq. Po sjellja ti duke që ishte provokatore. Dhe siç të thash, mua nuk më bëhet fond për Genprognin edhe për këtë dot tjetër këtë botë. Hallimi vetëm është që të mos krijohet një klasë sunduese, po aq e keqe sa ajo që kemi. Ja, këtë hall kemi të gjithë Angel. Pikërisht pra, ky është qëllimi. Dhe sa kohë që këta njerëz janë të mbyllur në vetvete,
dhe mbyllin kontaktet me pikërisht ata njerëz, ata duhet të më thonë faleminderit mua, dini ju këtë apo? Gjithë ky popull mua do të më thotë një faleminderit. Se e kam shpëtuar nga 1000 situata që mund të degenerojnë, që nga 21 janari, që juve nuk e dini. Edhe jo kam thënë 21 janari u krijua qëllimisht për ta futur vendin në konflikt, njësoj si në Siri. Edhe ata që kanë mund të jetë ky vazhdimi kjo që po ndodheni? Mund të jetë ky vazhdimi që duan të shoqërinë në konflikt? Pavarësisht se tani njerëzit janë shumë herë më të ndërgjegjësuar, më vigjilent, më të qytetëruar, shumë herë më të qytetëruar, ti jesh i sigurt për të, se në kohën e Sali Berishës kishe vetëm kusar, hajdut, maskarenj, budallënj nëpër tëra institucionet, e kupton ti? Dhe ti mbase nuk e mban mend atë periudhë kur nga ekranet e televizionit zinin nga urrejtja për njëri tjetrin. Të vrasim këtë, të presim atë. Ishte aptazi. E kupton? Nëpër ekrane. Tash i sot njeri, as të vrasim as të presim. Shumë si shteti kanë hedhur një vezë apo kanë hedhur një grush miell. Kaq. Po policia pse është aq agresive Engjëll? Që godet me shkop gome, me molotov, me spray, me gjitha format. Unë e quaj... Edhe kur godasin Engjëll vetëm qeshin, që kanë këtë energji kështu që qeshin polici kur godasin? Unë nga ana ime do t'ju them një gjë. Unë e njoh policin. Dhe kur them e njoh personazhe me qindra polici, njoh nga shumë afër. E kupton? Dhe natyrisht njoh. Njoh dhe shumë nga drejtuesit. Natyrisht. Ka kategori policësh. Ka policë që janë shumë profesionistë, shumë të mirëkuptueshëm, njerëz që domethënë të japin komunikim, e kupton? Dhe natyrisht kur ka komunikim edhe mundësia e konfliktit është gjithmonë më e vogël. E kupton? Mirë po, ti je i sigurt që në policinë e shtetit ka njerëz të dhunshëm për arsye se ata që nxisin janë vetë të inkriminuar. Dhe ata kërkojnë sherr. Duan patjetër që të nxisin njerëzit në konflikt. E kupton? Se mbase ti për momentin thua që po ky që më goditi është polici dhe më duhet të triqem, po mundet ta japi trurit ty e ta godasësh dhe ti. Po. Dhe ai të merr të rast brenda 15 vjet. 15 vjet. Ka që thot ligji. Po të godasësh policin. Ora. Polici në detyrë 15 vjet. Domethënë deri në 15 vjet. Okej. Po që e rëndësishme është se ai e ka të drejtën e përdorimit të dhunës nëse ndihet i rrezikuar. Po me të vërtetë ndihet i rrezikuar? Po çan ndihet i rrezikuar, po me të vërtetë është ndihet i rrezikuar ai? Ka parë është me pamje me të gjitha ke pikun, bisikletë kam qenë gjithë kohës live dhe shef që këtë pra po të them. Dhunën e ushtrojnë ata. Dhunën e ushtrojnë. Po pra, dhunën e ushtrojnë ata sepse ata kanë gjithçka me vete. Dhe nëse unë luftoj dhe ju dal ballës gjithë këtyre gjyqtarëve, prokurorëve njëri tjetrën, është pikërisht që të mos lejoj këtë lloj shteti, që përdor dhunën si ti do qefi. Edhe policinë si çdo qefi. E kupton ti? Domethënë përdor policia në urdhër të ta ulan ballës, kupton? Ore, edhe të më të fundit të idiotëve përdoret. Ti e kupton apo jo? Del një budall aty, një prokuror që tash është me prokuror, e kupton ti? Edhe thot merreni këtë zvarr, dërgojeni tutje. E kupton? Ndërkohë që si ishte prokuror në kuptimin e funksionit në përballje me mua, ai ishte personi që më kishte borxh. Duhet të paguante borxhin. E çfarë bën ai? Ngre policinë, pasi ri 5 muaj vërdalloset, ngre policinë e thot merreni këtë zvarr, ti këtu. Pa bërë asgjë. Dhe kjo e ka një arsye. Njeriu që ndihet i rrezikuar gjithmonë bëhet agresiv. Ata ndihen të rrezikuar. Po natyrisht do thosh ti po polici, mbase policisë digje fare vet. Pse është i rrezikuar vet ai? Po ai thotë kështu, po ja ti bëjmë qefin shefit. Ky është kulmi. Shoqëria jon kështu është ndërtuar. Po ky është kulmi ardhiçon. Po ky është kulmi. Kjo është ai që sot dominon. E kupton? Këtu njerëzit nuk veprojnë si shefet, pe çabona për ty. Ne e kemi si shembull, është shembulltyra e kësaj shoqërisë, fatkeqësisht. E kupton? Të ngrihet. Kur shefi vet ndoshta sta kërkon ai thotë pe çabona për ty. Po pra, ky është prokuroria e Tiranës. Këtu njerëzit merren vetëm me ligjin, gjeje vetëm që ka rëndësi, këtu është keber s'keber faj.
Ngrihet një copë budalla aty, shefi i rojeve të këtyre. Roje, që s'ka fare punë ata, nuk janë pjesë e institucionit. Ngrihet ai thotë ti je non grata. Kush je ti më valla? Kush je ti më valla? O po që nuk ekziston fjala non grata këtu. Po në çaj niveli ku jemi. E imagjinoni të çaj niveli ku jemi? E kupton ti? Po vetë ignorancë që mënyra të shi nuk je, po kush je ti më valla si ti roje je? Që të thash edhe një herë, ata gazetarët që janë atje te SPAK, ata e kuptojnë që midis meje dhe tyre nuk ka shumë dashuri. Edhe ata, edhe pa urdhër fare, thonë kështu, po ç'na duhet me këtë? Bile edhe e thonë ndonjëherë edhe. Ç'na duhet me këtë? Ky është në sherr me ata, të fortët. Unë s'jam në sherr me të fortët. Të fortët duan vetë jenë në sherr. Je për drejtën e ligjit. Jo, unë kërkoj thjesht atë që më takon vetë. Ç'është shkruar? Ç'është shkruar? Vendimin e formës prayer e kanë shkruar po vetë ata, apo nuk e zbatojnë? Jo, vendimin e formës prayer e kanë shkruar këta të gjykatës tjetër, po s'ka rëndësi fare. Po drejtësia. Gjykata. Ndoshta i pjesën e ke drejtarja këtu, drejtarja tjetër që si ka, po drejtësia vetë. Tani sa për djeni, unë kam kërkuar nga, nuk e di ta thash radhën e parë, kam kërkuar nga Banka e Shqipërisë, dhe i kam dërguar 2 letra njëra mbas tjetrës, domethënë një muaj diferencë nga njëra tjetrës. Po pra. I kam dërguar letër ish kryetares së gjykatës kushtetuese që tashti është zëvendës guvernatore e Bankës së Shqipërisë. Dhe me që ajo nuk thot dot që ligji, unë nuk e njoh dot ligjin dhe mund i bëj me shkelm, se ajo është, si thua, maja e majës së drejtësisë. Ajo qëndron mbi ligj. Po pra, ajo tani nuk kthen përgjigje. Po ç'a bën? Përgjigjet i kthen Denis Derralla. Denis Derralla është numri 1 i atyre që duhet të arrestoheshin sipas atij vendimit të formës prayer. Kupton? Domethënë këtu çdo gjë është në dorë të krimit. Qëllimisht në dorë të krimit. Jo kështu se rastisje bëhet. Jo, qëllimisht në dorë të krimit. Tash ti folëqesh. Se kalun pak e protesta dhe doja një mendim tënd se si po shkon, si po e sheh. Dje kanë qenë 40 ditë, madje u bolla një kështu formë simbolike që është 40 ditë që ke parasysh që u vra Afrika dhe njerëzit dolën sheshe etj. Është hap i madh, Është hap i madh vrasja e Afrikës. Vrasja e Afrikës, po. Vrasja e Afrikës është hap shumë i madh. Kryesorët, po. Ashtu. Dhe unë besoj që mos do ryti. Beshaka. Unë besoj që sido që të jetë, Shqipëria ka bërë një hap të madh përpara. Protesta ka qenë e domosdoshme dhe duhet vazhdoj, për mendimin tim, inshallah kanë forcë e guxim që ta vazhdojnë deri në plotësimin e objektivit të tyre, që është rrëzimi i qeverisë Rama dhe objektivi im, ruajtja e territorit, integriteti territorial dhe pavarësisë institucionale shtetërore të këtij vendi. Edhe unë për këtë dal. Jo se po e thotë Engjëlli, po kjo është ajo që ne do të na bëjmë më shumë shqiptar, përveç problemeve të tjera. Dhe ashtu siç thash, që të arrihen këto, janë një serë procesesh, po unë quaj nga më të rëndësishmit faktin që gjykata duhet të hapen. Sepse shteti çka ka bërë? Shteti me lloj-lloj marifetesh thot jo, atje ku ligji thot po. Ti thoj dua buka, i thot jo, prit pasi gjysmore, mbase. Ti thuaj që, ligji kërkon që ti të hapësh gjykatën, sepse një vendim gjyqësor ku gjykata është mbyllur, nuk është i pranueshëm. Me thot ligji, se them unë, seanca gjyqësore është e hapur, përndryshe vendimi është i pavlefshëm. Tani këta kanë mbyllur gjykatën me të tëra format. Vendimet, thot ligji, merren në dhomë këshillimi, çdo thot në dhomë këshillimi. Del një gjykatës aty e thot, unë them kështu, po se çka ka parë, se çka s'ka parë ai ti s'mund ta dish. Se i ka me të vërtetë, se si ka provat në dorë s'mund ta dish. Se i ka vlerësuar, se si ka vlerësuar, se i ka lexuar, se si ka lexuar, ti s'mund ta dish. Dhe ti nuk mund të kundërshtosh vendimin gjyqësor, sepse ti ke të drejtën e ankesës, po e drejta e ankesës mund të vi pas vitesh. Ç'a bën me këto vite që ti ikën? Domethënë, këta kanë nxjerrë lloj-lloj marifetesh. Atje në gjykat
Thot polici, ti futu, ti mos futu. Kush e di që thot ti më futu, mos futu? Ligji thot seanca është publike. Domethënë, mu tek mua tani të them që do shkoj në gjyqin e filan, shkoj. Duhet të shkoj, duhet të më lejohet. Kanë shpiku ligjin tjetër për ruajtje të dhenave personale. Ruajtje të dhenave personale të ajdutëve, të kriminelëve, të gangsterëve, të pushtetarëve maskarenj. Ndërkohë që shqiptarëve janë sheshit. Sheshit e fare. Dhe jo vetëm, jo, i ka Izraeli me keqet kive. Domethënë, një vend i kategorizuar, i cilësuar spiun. Mos fol për Izraelin si quhesh antisemit. Shtyr do t'je. Po mos fol për si quhesh antisemit. Po unë mund të quhem si të ndoj kokra e qefit mua. Atëre. Një shtet i cilësuar spiun në gjithë botën, që spionon gjithë botën, edhe mamane vetë Amerikën në radhë parë, e kupton? Futet këtu në institucionet më të rëndësishme të vendit. Futet në policinë e shtetit, futet në SPAK, futet kudo. Pse? Sepse këta njerëz, domethënë janë komplet të shantazhueshëm. Ata kanë marrë gjatë viteve, prej shumë vitesh. E kupton? Ata mbledhin informacione, mbledhin për ty, për mua, për gjykatësin, për policin, për gazetarin, për tjera, dhe këto i përdorin në mënyrë ushtarake. Komplet të qëllimshme. Për agresion. Dhe agresionin ata e bën. Kërkojnë Sazanin, kërkojnë Zvërnecin, kërkojnë tjetrën. Të kupton? Ti merr një copë, unë marr një copë, ti merr këtë, unë marr këtë, dhe Shqipëria është përbërë. Prandaj qëllimi kryesor i kësaj proteste duhet të jetë kjo. Pikërisht kjo. Po kjo është shmang që ditë e Pikërisht para. kjo. Dhe pikërisht kjo Dhe fillon. kjo nuk flitet fare aty. Momenti që flet dikush të që thua ti, hop, mbyllet mikrofonin. Mbyllet mikrofonin. Ashtu dhe si quhet antisemit, quhet kështu, quhet ashtu, quhet gjithë. Mua më nder. Po them atë se çfarë ndodh aty. Jo, mua s'më kërcet fare. Unë di që njeriu është ose njeri normal ose kriminal. Dhe Izraeli është një shtet kriminal i cilësuar si i tillë nga gjykata ndërkombëtare dhe nga gjithë, domethënë përveç Amerikës asnjëri se mbron sot. Bile edhe Amerika po i vesh kelmin. Sepse e kuptojnë në çfarë në lloj marrëzie janë futur ata, si shtet e si kom. E kupton? Dhe mua nuk më intereson. Ai që populli shqiptar do ta fitojë te betejë e Engjëllës. Është një nga armiku më i madh i gjithë botës, siç e thotë, kanë kap Amerikën, jo më shtete tjera. Hajde nxirr suratin këtu dhe ta shikoj populli këtu kush jeti që bën këtë pyetje. Mos bëj pyetje kështu prapa krave. Po fillon bëjnë edhe batuta edhe qesh. Jo, s'ka gjë, këtu janë sekretar. Po mirë më për tash. S'ka gjë, po jam në marrëdhënie më të mira me to. Okej, jenë në marrëdhënie të mira, domethënë, mund të jetë shumë e zonja, shumë e mirë, e sjellshme e tjerë. Po duke ditë se çfarë halli ke, çfarë problemi është, unë nuk mund të të bëj. Shiko, ti duhet dish një gjë që kjo situatë është rutinë. Se kjo nuk është e soshme, është e përditshme, kupton? Dhe edhe pse dhe dëgjoj kur ke kallëzimin ti. Jo se I kam thënë me shaka do të bëj kallëzim. Mirë, e kalojmë, miku ishi e çast. Megjithëse të tëra këto në një mënyrë apo në një tjetër kanë shkelur ligjin, po unë e di që ato nuk e bëjnë dot këtë pa shefat. Domethënë është dikush tjetër që ja u kërkon dhe që edhe ka në dorë. Nëse pastaj i thotë dhe ik nga puna. Ose në rast të kundër I thotë, ti jap një shpërblim këtë apo atë. Erë më bëj gjithë spektatorë një për shkak. Po s'ka gjë, më mirë që të bën. Atëre, gjithë spektatorët e Prokurorisë së Tiranës kanë ardhur në kafe, po na shohin dhe qeshin. Ne si shqiptar na duhet cirk nga politika, e shohin cirk. Po si I cirku që dha Edi Rama atje si gjithë botës. Janë vetë aktorë të kësaj video. Patjetër. Dëgjon ti? Ne si popull na duhet patjetër pavarësia e institucioneve, sepse ne jemi maksimalisht të rrezikuar. Domethënë rrezik si territor dhe si kom. Dhe nuk mund ta lejojmë këtë. Prandaj unë insistoj dhe prandaj mundohem me çdo formë që ajo protest kurse si të mos dështoj. Po kjo, tani do vi ky Kanye West, ky këngëtari që do bëjë të koncerti. Tani radhë më kërcet shumë mua për Kanye West. Jo, do dal tjetër gjë se kam kjo. Po e di pra, për ta shpëtuar Edi Rama atë koncertin e tij se po dështonte jo protestat, gjërat e bujën e madhe që ka dhënë në gjithë botën, si ishin shit bileta, si të bëjnë namë ty miliona euro. U bën miliona euro? I dha 4.2 milion euro nga buxheti I shtetit e Engjëll. Po, normal. Ja dha këtij koncerti dhe tha vetëm pa turpësim të madhe, tha e bëra këtë që ne mos dilim keq sytë e botës të. 4.2 milion euro Engjëll. Tani, më dëgjoni dy fjalë. Unë do t'i marr të dy anët, siç e kam zakon.
kryeministri i vendit mendon ai që në cilësinë e tij si kryeministër, si shefi i qeverisë, si shefi i ekzekutivit, e ka të drejtën të ndërmarrë gjithë farë veprimesh që përmirësojnë midis të tjerave edhe imazhin e vendit. Dhe sipas tij, një koncert me një emër të madh e tjera mund t'i sjellë përfitime të mëdha vendit. Dhe nuk është e gabuar deri këtu. Këtu jemi okay, po. Eksakt. Deri këtu nuk jemi të gabuar. Tani, problemi është këtu. Që të përmirësohet imazhi i vendit, ndërkohë që vendi është në një lloj konflikti të madh civil, po digjet, ndërkohë po, që po ba. Ajo po krijet. Këtu kemi një problem shumë të madh. Një problem shumë të madh moral. E kupton? Sepse drejta e kryeministrit për të promovuar vendin bie ndesh me të drejtën e protestuesve që thonë që ky vend nuk ka këtë surat, po ka këtë tjetrin. E kupton? 2. Shpenzimet e mëdha të një vendi shumë të vogël. 1. Me buxhet gjithashtu të vogël, me probleme shumë të mëdha në shëndetësi, në arsim, në infrastrukturë, tek pensionet e më thëtë thash, është një shpenzim i pa justifikueshëm dhe përjedhur i pa moralshëm. E kupton? Pastaj për të pyetur atë se sa do të ndikojë kjo në ekonominë e vendit, kjo mbetet me pikpyetje. Po, si do të më pa, se çfarë do ndodhë, se thotë do fitohen miliona euro të tjera, pra ka kjo lënë bigjozë. Pikpyetje me goxha pikpyetje. Mirë, po unë do t'i them këtij kryeministrit që këto 4 milionë euro janë pak a shumë, 2 milionë euro. Dëgjoj çka, janë pak a shumë i njëjti buxhet që ka pasur sigurimi i shtetit, domethënë shërbimi informativ para 10 vjetësh. Domethënë, në vend që këto 4.2 milionë euro, se sot është shumë më madh, më duket 20-25 milion buxheti. Në vend që këto 4 milionë euro të përdoren për të mbajtur frenat e shtetit, për të sulmuar krimin e organizuar, pritë se gjithadisht shërbimi informativ i ka të gjitha seksionet. Ka për krimin e organizuar, ka për drogën, ka për prostitucionin, ka për trafiqet gjithfarësh, ka për persona me rrezikshmëri të jashtëzakonshme, ka për terrorizëm, ka për persona që punojnë kundër shtetit, e më thet tash. Të gjitha këto janë pjesë e buxhetit. Dhe 25% e këtij buxheti shkojnë për të marrë informacion. Tani, të njëjtën gjë, po pak a shumë të njëjtën strukturë dhe të njëjtën strukturë buxhetore ka edhe policia e shtetit. Tani, shteti nuk paguan informacione që i ka shpallur vetë me pagesë. Dhe që ben, merë në mbrojtje drejt për drejt kriminelin. E merë në mbrojtje me emër, është me emër, me figurë, me të tëra. Dihet qa vepre penale ka bërë, ka grabitur bank, me armë në dorë, me kalashnikov, në grupë. Dhe ky person merret në mbrojtje direkt nga shteti. Dhe shteti nuk pranon të paguaj këto para duke kryer praktikisht haptazi vepër të pastër tradhtie. Domethënë, ai fut shërbimet e huaja të spionazhit, të spionojnë në Shqipëri, është vepër tradhtie. Ai merr në mbrojtje kriminal me rrezikshmëri të jashtëzakonshme shoqërore, është vepër tradhtie ndaj publikut dhe ndaj komunitetit. Ai nuk paguan shërbimet duke rënduar dhe duke rrezikuar jetën atyre që punojnë për shtetin dhe duke lënë hapur të gjitha kanalet e komunikimit dhe të veprimit për kriminal. Ky duhet i verë mirë gishtin kokës sepse unë ja kam vënë emrin tradhti dhe do ta kallëzoj për tradhti. Ti je sigur? Dhe atë këtë siç e ke vendosur ti emrin tradhtar dhe tradhti në të gjithë veprën që bën. Ata janë të gjithë tradhtar. Domethënë ai në krye spak krati dhe të gjithë të tjerët janë në të njëjtën vepër penale. Tradhti. Domethënë kur ata personat atje që bërtasin atje poshtë tradhtar, trodh Shqipëri e tjera, askush nuk e kupton më mirë se unë se ç'do të thotë ajo fjalë. Unë vetëm do bëj pyetje, ata vetë kuptojnë se çfarë thonë? E din ata çfarë po thonë? E digën progni atë që po thotë? Dhe me kë po flet? Që unë kam dhënë këtij vendi 25 vjet jetës time, me kontribute që nuk i bën dot një agjenci e tërë, një ushtri e tërë. Jo më kot më paguajnë ashtu si më paguajnë. Sepse nuk më paguajnë mua. Nuk thonë që këto para po japin Altinit. Ata thonë,
këto para po japim se do blejmë këtë telefonin. Këtë telefonin për ne bën kaq. Pavarësisht se këtë telefon e ka marrë Altini apo dikush tjetër. E kupton ti? Domethënë, unë bëj një punë që i ka dhënë lartësim këtij shteti, atij Edi Ramës vet. Dhe ai e përdor çdo gjë kundër meje. Edhe shtetit. Dhe kundër shtetit, natyrisht. Dhe pastaj thotë jo, po ne na duhen këto se përmirësojnë figurën e shtetit me Kanye West. Me një reper. E di ç'do thotë? 4.2 milionë euro. Me një reper, Shqipëria nuk ka kulturë repi. Këta prunë në Shqipëri, kulturat më të poshtra. Që s'kan lidhje fare me kulturën e popullit tonë. Po të bona europian, se i për një Jo për rëqon, ne jemi shqiptarë, europian bëhemi nëpërmjet shkallës së zbatimit e ligjit, shkallës së bashkëpunimit me njëri tjetrin, shkallës së ruajtjes komunitetit, bashkëpunimit midis komuniteteve me besime të ndryshme tjera, me hapje në arsim, në tregti e tjera. Nuk do të thotë që ne heqim kulturën tonë dhe bjem kulturën e Kanye West. Të kalim pak tek samiti i NATO-s në Ankara. Po kalojmë çfarë do bëjmë sigurisht. Për ta mbyll tani. Mbetet teatri atyre. Mbetet teatri edhe është një zhvillim shumë i madh që ndoshta ndikon në të gjithë botën, por edhe në linjën e mesme, por edhe Shqipëri, se edhe Shqipëria po merr goxha investime nga kush. I kemi thënë edhe mund të kemi sado që Erdoani takohet ose Rama takohet me Ramën, por ka diçka të madhe midis atij takimi, domethënë, sidomos me Erdoanin që për më shumë e lehtë flasi Engjëlli edhe atë mesazhin që i dha këtyre liderëve të NATO-s që erdhën atje dha dhe nga i koburet me vete. Ai mesazhi, ç'ka i mesazhi që për mua nuk e di, po ai është mesazhi i Det Gjolulit. E ke dëgjuar ti? Ç'a mesazhi ka? Det Gjoluli u fut në parlamentin angles me kobure në këpucë, në oping. Edhe ja u nxori atje. Ne jemi shqiptarë ta. S'na heq dot njëri armën nga dora. Tani, Turku Erdogan që ti, domethënë, sipas vlerësimit tim, dhe sipas asaj që e njoh edhe historinë e Turqisë, sa për dieni e njoh çik më mirë se shumë shqiptar të tjerë. Pasi gjyshi im ka qenë atje, domethënë familja ime ka qenë rregullisht në Turqi, prej gati 200 vjetësh. I fundit ka qenë gjyshi im, i cili ka qenë 3 herë, duke filluar që mos gaboj nga viti 1917, pastaj herë në fundit ka ikur në vitin 1939, domethënë 2 muaj para se të fillonte lufta. Dhe mbeti atje 25 vjet, sepse filloi lufta, mbyllën kufit e tjera. Ka qëndruar 25 vjet. Po, herë në fundit. Para se të vinte këtu dhe kur erdhi këtu, erdhi si qytetar turk. Komunistët ja hoqën pasaportën fare, e gënjyen. I thanë, po, dhe në fakt, ashtu si që thanë, ashtu ishte vërteta. Se baba im ishte komunist, ishte dhe oficer policie, dhe i tha, po i këti prap, tha, ne na fusin brenda, tha, na internojnë. Pa. Dhe Enver Hoxha nuk i bende dy. Qa thonë dhe bon? Po. Nese. Dhe me thënë edhe unë, si thuash, kam kujtime, po kam edhe një uri në përgjithësi. Tani, për fat, unë në vitin 94 kam qenë në Turqi. Dhe kam parë ato punë të gjyshit, jam munduar të sqaroj situatën, po nuk po merrem me këtë, po merrem me faktin që Turqia asaj kohë ishte jashtëzakonisht e varfër. Ka qelluar që unë kam qenë në Turqi pasi kisha qenë në Turqi dhe në një vend tjetër, dhe shikoja që Turqia ishte shumë poshtë. Në çfarë zonë ke qenë në Turqi? Unë kam qenë në Manisa dhe në Stamboll, në Izmir, dhe në bregun në fund, domethënë në Bodrum, në Fethiye, Mula. Dhe po të futeshe pak kilometro në brendësi të territorit turk, domethënë larg bregut, ishte tmerr. Ishte me të vërtetë një gjendje e tmerrshme, jashtëzakonisht e varfër. Sa unë të betohem as në Shqipëri nuk kisha parë popullsia aq të varfër. E kupton? Mirë, po shumë vite më vonë, Turqia ka bërë apa kolosal përpara. Dhe duam s'duam, këto i ka bërë në sajt e Erdogan. Erdogan është treguar jashtëzakonisht i zgjuar. Një, ai ka arritur fuqinë mbrojtëse.
Po duke ditur që Amerika i ka dhuruar vazhdimisht Turqisë armatime, e kupton? Edhe industri. Turqët gjatë gjithë kohëve, ashtu si dhe kinezët, kanë mbledhur informacione, kanë mbledhur teknologji, kanë mbledhur njerëz që kanë studiuar, e kupton, në këto vende, dhe ky njeri ka ditur t'i shfrytëzoj këtë mas njerëzish dhe këtë mas materiale e tjera, këtë kulturë në përgjithësi. Sot Turqia prodhon manifakturë dhe shmbathje të mrekullueshme, të cilësisë shumë të lartë, ashtu si pasaj nga avionat, tek dronët, gjithçka, te makinat, shumë gjëra. Dhe Turqia e sotshme nuk ka fare të krahasuar me atë që unë kam parë 30 vjet shkuara. S'duam tani njerëzit mund të thonë, po natyrisht këto njerëzit e kanë bërë, po njerëzit duan një kokë. E kupton? Dhe kjo kokë ka qenë Recep Tayyip Erdogan, një njeri i sportit, i kulturës dhe shumë i dhënë pas atë dheu të vetë. Patriot. Shumë patriot. Po ashtu ai ka dishur ditur të përbashkoj edhe anën besimit të popullit vetë. Do të thënë anën fetare. Pse a ndikon kjo, ka lidhje kjo gjë me gjithë këto zhvillime? Unë them që po. Unë kam takuar në vitet 94-95 në Turqi, njerëz që ishin jashtëzakonisht të zëmëruar me pushtetin e atëshëm, sepse ai i keq trajtonte për shkak të besimit. Besimit Osman, do të thënë, Islam. E kupton? Edhe, do të thënë, ai ka ditur ti përbashkojë të tëra ato. Po jo vetëm kaq. Luftrat e ndryshme që kanë ndodhur në atë zonë e kanë forcuar jashtëzakonisht shumë Turqinë. Unitetin. Jo Turqinë ekonomikisht. Sepse janë bashkuar më shumë edhe me njëri tjetër. Jo vetëm ata, po në një mënyrë apo në një tjetër Turqia ka shfrytzuar varfërinë e këtyre vendeve të tjera rreth Eurotë. Konfliktet e tyre. Faktin që aty ka pasur shumë klandestin apo njerëz emigrant që kanë ardhur dhe ka lullëzuar tregtia më e madhe, ajo e Floridit. Po edhe të tjerat, të gjitha llojeve. Që nga nafta, gazi, pse tash, dhe turku Erdogan ka ditur edhe të ruajë një farë pavarësie nga pjesa tjetër e perëndimit. Pra, është treguar edhe diplomat. Shumë. Me zgjuarësia i ka ditur të bashkëpunojë edhe me rusët, edhe me kinezët, edhe me sirianët, edhe me irakenët, edhe me izraelitët. Do të thënë, një lloj pelivan dheku që ka prur të mira të mëdha Turqisë. Sot Turqia është një shtet jashtëzakonisht i fuqishëm. E kupton? Është i fuqishëm ushtarakisht, sepse gjithmonë Turqia ka pasur forcën ushtarake aktive më të madhe se të gjitha vendet e tjera të Europës, po të imash veç e veç. Ka pasur armatime të shumta të dhëna nga Amerika, pastaj që i ka zhvilluar vetë me teknologji të madhe, ka shkencëtar Turqia sot. Do t'ju them një fakt që mbase njerëzit nuk e dinë. Personi që ka shpikur teknologjinë 5G, këtë të telefonave, të komunikimit, në internet dhe në smartphone, është turk. Është një turk, inxhinier që ka studiuar në Amerikë, dhe atje në Amerikë ju ka ofruar kompanive të mëdha amerikane teknologjinë, domethënë shpikjen e vet, dhe ata se kanë pranuar. E kanë sjellë vërdall një 4-5 vjet, dhe zotëria ka kërcitur e ka ikur. Është kthyer në Turqi, ka ndendur duket gjatë 2 vjet tjera, ka ikur në Kinë. Atje kinezët e kanë marrë direkt, i kanë dhënë patentën, i kanë dhënë shpikjen, i kanë dhënë parat, dhe sot Kina është një nga vendet më të zhvilluar. Kina tash ka filluar teknologjinë 6G xhanën për atë punë, po që duhet të them këtë që turqit kanë potencial të madh edhe në shkencë. Pra, kjo është ajo që është Turqia. Kjo është ajo Turqia pak a shumë siç e kanë parë unë dhe shumë mirë bëre që na përmblodhën, na shpjegoi. Tani do të them edhe 2 fjalë tjera që njerëzit nuk i dinë. Ose edhe i kanë harruar. Në vitin 2016 Recep Tayyip Erdogan u përball me një nga grushtet e shtetit më të rrezikshme që mund të ketë ndodhur ndonjëherë. E kupton? Janë arrestuar në mos gaboj si fillim 34.000 njerëz. Dhe pothuajse të gjithë nga pjesa e ushtrisë.
një numër shumë i madh generalësh, kolonelësh, domethënë efektivisht nga të gjitha forcat e policisë, të shërbimit informativ e tjera e tjera. Recep Tayyip Erdogan mori një sinjal sipas të cilit ky kishte një plan të organizuar nga CIA dhe nga shërbimet sekrete të Europës për të rifilluar pranverën arabe me qëllim për të zhdukur mbretërit dhe të ashtu quajtur të autokrat, ku në radhë të parë ishte vetë Erdogan, ishte mbreti i Jordanisë e ca të tjerë. Dhe me të marrë këtë sinjal, Recep Tayyip Erdogan me njerëzit e tij shumë besnik kuptohet, sepse kjo përballje është e jashtëzakonshme. Nuk mund të dalë shaptazi kundër kaq shumë forcave të ushtrisë, njerëz me shumë potencë. E kupton? Dhe duhet dish që ushtria, domethënë kuadrot e lartë ushtarak në Turqi janë si kokrat e diamantit. Domethënë respektohen maksimalisht, paguhen shumë mirë, e kupton, vlerësohen, mbrohen e çfarë duhesh ti. Dhe Recep Tayyip Erdogan i ka vënë gishtin Europës në radhë të parë për atë grushteti. Po kupton? Dhe ajo kije nuk është zhdukur kur. Domethënë midis Europës dhe Recep Tayyip Erdogan ka pasur gjithmonë një konflikt të hapur në këtë drejtim. Pavarësisht. Dhe ka qenë edhe një nga arsyet pse Recep Tayyip Erdogan u afrua me Putinin. Ka qenë një nga arsyet, po jo e vetmja. Po kupton? Dhe ashtu siç kanë thënë edhe më përpara, Europa ka bërë gabime të tmerrshme. Dhe ka bërë veprime që kanë synuar gjasme ta sjellin botën gjithmonë drejt demokracisë, më thënë tash pralla si këto, dhe gjithmonë i janë kthyer në bumerang. E kupton? Tani, unë kam hedhur në një video para ca kohësh që në ambientet e brendshme të Pentagonit, të CIA-s, më thënë tash, është bërë fjalë për një tërheqje masive të forcës ushtarake amerikane nga Europa. Po mos harroj që Europa sot, domethënë NATO, vendet e Europës kanë vetëm 30% të forcës armatosur. Pjesa tjetër është ajo amerikane. Okay. E kupton? Domethënë, në qoftë se me të vërtetë ai lajm është i vërtet dhe me sa di unë është i vërtet, dhe të rriqet gjithë forca amerikane, Europa mbetet kështu me gishgoj. Me gishgoj. Po pse po ja bëjnë Europës të gjota? Atëre Trump, shiko këtu, Trump pretendon, të paktën kjo është ajo sipërfaqja, ajo që duket. Pretendon se Europa nuk paguan sa duhet për armatimet dhe për gjithë shërbimet e tjera ushtarake. Mos harro që CIA ka një numër agjentësh që të mos gaboj, të pak deri para 5 vjetësh, ka qenë 125.000 agentë në për gjithë botën. Dhe të siguroj që pjesa më e madhe e tyre ka qenë Europë. Dakord? 2. Përveç këtyre 125.000 agjentëve që kapin shërbimin qendror të inteligjencës, janë edhe 184.000 të tjerë që janë civil në shërbimin e inteligjencës. Domethënë quhen nën kontraktor. Dhe duhet dish këtë që një 5-6 nga këto kompani kapin fitime jo më pak se 1 miliard fitime neto, jo më pak se 1 miliard dollar në vit. Të vazhdojmë? Në lutë e mençëm. Ashtë. Dhe të gjitha këto shërbime, praktikisht Europa... Gati gjysmë milioni të investuar dhe nga 1 miliard? 1 miliard fitime çdo kompani. Një kompani për shembull që ka 200-300 veta, 500 veta, kompani private, që nën kontraktohet nga CIA apo nga NSA, kapin shifra fitimi neto. E kam fjalën më shumë ke investimi, sa investimi Investimi, atëherë ta them unë ty. Është baza kryesore. Deri në vitin 2001 kur u bë sulmi mbi kullat binjake, Amerika kishte domethënë shërbimet e inteligjencës kishin një investim, një buxhet diku te 5 maksimum 10 miliard dollar në vit. Pas vitit 2001, buxheti i tej kaloi 50 miliard. Vetëm për CIA. E kupton? Domethënë, përveç çfarë investohen në aparatura, satelit, e më thash,
vetëm buxheti për programet, për trajnimet, për pagat, e më thëtë tash, i CIA-s dhe i nën kontraktorëve është mbi 50 miliard. Tani më duket para një 4-5 vjetë shkullur prapë duhet jetë rritur. Sepse edhe FBI-a ka kërkuar fonde të mëdhaja, pasi si pas FBI-s, drejtorit të FBI-s të asaj kohe, një agent i FBI-s duhet të përballet me 50 agent të mirë trajnuar kinezë. Okej. Domethënë, Kina ka agent të trajnuar, ushtarak të mirëfillt, inxhinier. E kupton? Sidomos në fushën e inteligjencës artificiale, të interceptimeve. Kur ta bëjmë atë emisionin kështu, do ta bëjmë live për trim atje në studio. Do ta bëjmë një ditë prej ditësh. Do ta bëjmë një ditë prej ditësh. Kalojmë kthehemi ke Atëre çka ka Samiti se mua më pëlqen për shijoj shumë për ideja që Samiti është ky. Mos jemi shumë të lodhshëm për njerëzit. Jo se janë informacione të mira, por pas Amerikës fuqia më e madhe ushtarake në Europë është Turqia. Turqia ka treguar që ka potencial të madh njerëzor, potencial ushtarak, e kupton? Dhe është në një zonë njerëzakonisht të ndjeshme, që ka edhe gjithë pjesën e lindjes së mesme, të Azisë, edhe pjesën e Rusisë. Tashti Erdogan thotë, po ne jemi me Europën, do ta mbrojmë njërin e tjetrën, do mbrojmë Ukrainën njërin e tjetrën, po ti je i sigurt ata të tjerë dinë që Ukraina ka mbaruar. E kupton? Domethënë, nuk ka shanse Ukraina që të ringrihet. Lere që dëgjoni në gazeta, surma, sigurisht ata bëjnë surme dhe të rrezikshme. Po mos harroj që Rusia përruhet, po përdor 1% shumë vogël fare. Po pra, Rusia nuk do që të përdorin të gjithë potencialin e vet. Pra ti di tjetër, më të rëndësishme se sa aq. Dhe disa era i ka paralajmëruar që nëse sulmon, ai do sulmoj atje ku ju dhem më shumë këtyre europianëve. Ti je i sigurt. Por ai asnjëherë nuk e ka dashur. Ku i dhe më shumë europianëve sipas Rusisë? Po një llokum e Londrës për shembull edhe. Okej. Nëse apo Parisit, apo Romës, se ka përgjej. Nëse e jep truri. Domethënë, nëse ati s'ja jep truri të qartësojnë që gjana. Ai ka një doktrinë ushtarake të miratuar nga kuvendi, nga Duma, dhe nga shtabi i përgjithshëm ushtarak. Ku natyrisht ai është si president, është dhe kryetari, e kupton? Dhe ka njëri shumë besnik pranë vetes që është Medvedev. E kupton? Dhe këta njerëz kanë një doktrinë, nuk flasin broçkull ata, që mu tek mua sot ashtu edhe mi është. Jo, ai e ka të përcaktuar, ai e përdor atë vetëm në rast se ai vetë është i rrezikuar. Domethënë atje ku s'mban më. Kështu që nëse shtyne ca ata, i vjen momenti. Po i vjen momenti se e ka të shkruar ai atje. Bile ai ka të programuar që e nis vet. Ti e ke dëgjuar fjalën dead hand? Apo jo? Po. Domethënë, ajo dora e vdekur, Po. fillon vetë ajo, s'pyet për njeri. Kështu që këto janë shakara idiote, thebun. O Zot më ndjej. Nga ana tjetër, Putin nuk ka interes të jetë në konflikt me Europën, sepse e ka treg. E kupton? Nuk i ka interesuar asnjëherë, si thuash, ana ushtarake, ana e pastër ushtarake. Por nga ana tjetër ai ka bërë të gjitha çka i duhet atij për të spionuar, për të rekrutuar, për të korruptuar, më thjesht i ka bërë ai, sepse këta ofrohen vetë. Ta kam thënë vetë unë. Këta kanë arritur në një gjendje që nuk ke nevojë ti t'ju kërkosh informacione, t'i japin vetë. Tani të jedhemi te Turqia? Te Turqia, te Samiti, i NATO-s në Turqi, në Ankara. Samiti i NATO-s unë e shoh si tani një atyre pleqve që më mblidhen edhe për të qarë një shokun e tyre. E kë për qashin ata? Po veten e tyre. A nuk thuaj që do të ndodhe diçka pas këtij takimi e një? Asnjë. Asnjë thotë? Asnjë. Domethënë asnjë gjë nga ato mirësit që presin këta. Jo nga mirësitë e. Po nga ç'a? Nga të këqijat, unë them se këto e vullën to ditë, se vazhdon akoma, se është 5 ditë ajo. Mund të ndodhë një Iran, ndodhë çka ndodh në Iranin për shembull.
Ku? Në Turqi. Jo. Nuk e sheh, a ka risk Turqia të futet në luftë Me kë? me këta? Me Europën. Jo. Nuk ka risk. Jo. Nuk ka risk. Me Rusin? Nuk ka risk. Nuk ka risk. Nuk ka risk. Shiko, si të thash, Erdogan... Koburë, po pse ja dha Kuburën, ama, se është pikpyetja. Pse ja dha Kuburën aty? Atëre, Ti është shpjegohet me shqiptarën. Europianët gjithmonë duan të thonë që ne jemi zotur. E kupton? Dhe mua më vjen keq që asnjëri prej tyre nuk arrin ta thotë troç që çuna shkojmë flejmë dorë gjumë se ne kemi mbaruar. Kthjellohen. Europa ka potenciale, po nuk di t'i shfrytëzoj dhe ka krijuar kaq shumë konflikte sa nuk di të dalin me. Edhe me Turqinë ka krijuar konflikte të panevojshme. Nuk e duam Turqinë edhe se ka shumë islam, po pastaj se ka shumë islam. 5 milion njerëz nga Afrika jetojnë në Francë, pjesa më e madhe janë të fesë islame. Çdo të thotë kjo? Ky është një shtet. Ndërkohë që ka Europën, mes të Europës vetë. Mes të Europës, mes të Romës, mes Milanos, mes të Berlinit, Gjermaninë, Austrinë, ku dush ti. Dhe islam është një besim, nuk është detyrimisht një armik. S'mund të jetë një armik. Mësimet e fesë islame janë mësime të pastra. Mësime që të mësojnë të pastra. Në kuptimin që mësojnë si ti jesh sa më mirë në familje, si ti jesh sa më mirë në shoqëri, si të respektosh fëmijën, prindin, më thet tash, çat keq e ka shoqëria. Përkundrazi. Po pse njollosin këtë? Pse bën pistë gjë? Pse orientojnë ke Tani ti kthehemi pra pas. E gjithë e keqja e kësaj bote është Izraeli. Izraeli ka dashur gjithmonë të fusin të tjerë në konflikt se vetë nuk janë dhe dote. Prandaj kanë nxitur gjithmonë urrëti, gjithmonë përçarje, ka implikuar njerëz gjasme në aktivitete kriminale, ka nxitur dhe ka krijuar dhe ka nxitur vetë grupe terroriste. Takimin e samitit NATO-s në Ankara, pse nuk e shef si Trumpi ka shkuar si deleguar i Izraelit për takuar Erdoganin për t'i tërhequr vesh? Jo, nuk është ashtu. Unë nuk e shoh ashtu për vete. Nuk e shoh ashtu. Unë e shoh që Trump... Po kot si dha Kobure i më engjëllë gjithë këtyre. Ai Kobure natyrë. Se ka mesazhe e Kobure. Si ka dhënë herë tjetër Kobure i dha këtë në. Se po i thot troç mos të rynin punët e mia. Ato pas kanë shkuar pra për ndërhyrje të punët e tij. Jo, ata kanë shkuar. Duhet të edhe parimi që nuk ta kujtova, nuk ta kujtova kod 2016. Ata vazhdojnë të luajnë lojën që ne nuk jemi dakord me politikat e autokratëve, të klikave, sundimtare, tjera. Në një farë mënyre Erdogan është i tillë. Po unë do t'ju them një sekret të vogël, që natyrisht unë di t'i ndaj, po se sa kemi kohë këtu t'i shpjegojmë ashtu siç duhet është tjetër gjë. Kina është një vend ku sundon Partia Komuniste. Dhe Xi Jinping si kryetari i kësaj partie sundon. Rusia është një vend ku sundon Putin me partinë e tij Mother Russia, nëna Rusi. Dhe ai sundon si despot. Dakord? Në Iran sundojnë ajatollat me atë këshillin e tyre suprem të fesë islame e tjera. Dhe duket sikur ta njerëz janë njerëzit më të këqij për popullin e vet. Tashti, unë do të marr Iranin, se mbase është pika me ndjeshme. Unë ta kam thënë disa herë që vetë klika e ajatollave në fakt është krijesa e Amerikës dhe Izraelit. Pse? Sepse ata nxitën korrupsion, siç nxisin këtu, nxitën përçmim total ndaj njeriu të vogël, ndaj njeriu të popullit. Dhe kjo në një farë mënyrë krijoi zëmëratën e madhe, siç është krijuar dhe këtu, dhe doli një forcë që ishte me të vërtetë e popullit. E kupton? Ti e di që ai ajatollahu i madh ka pas studiuar në Francë. Ka qenë njëri do si do ai. Ja, ka qenë një nga njerëzit më të zgjuar të... E kupton? Dalin një nga Franca këto mjeshtra. Po. Ta them unë pse ta di. Nuk e di, kena thënë bashkë apo jo. Dhe sot jemi në një pikë ku shikojmë një regjim që shtyp, vret, masakron,
duket në pamjen e parë popullin e vet. Po me të vërtetë ashtu është? Dëgjon çik mirë. Ata janë populli më i rrezikuar sot në luftë kundër një superfuqie siç është Amerika dhe një vend jashtëzakonisht agresiv siç është Izraeli. Ata e dinë që jo e dinë ata, e di gjithë bota, që Izraeli është një popull super ashtu, i cili paguan, korrupton, rekruton dhe fut njerëzit kundër njëri tjetrit. Dhe në Iran ata kanë pasur me qindra, ndoshta me mijëra spion. E kupton? Është fakt ky. Ata rinin të gjenin ku ishin komandantët, që bumi godistin e tjera. Domethënë kanë bërë ata çuditëra. Dhe ti si kujton? Si është më mirë? Po të bëj pyetjen ty, që ky regjimi të mos vepronte dhe Izraeli të bënte atë që kishte qëllim, apo ky regjim të bënte atë që bëri dhe ta nxirrte jashtë edhe Amerikën dhe Izraelin. Çfarë do ishte më mirë për popullin evropian? Kjo është e zgjidhja. Sot thuhet që e ka dalë jashtë? Kush? Këta, Izraeli me këta? Po, Ka dalë jashtë? në ç'kuptim ka dalë jashtë? Që e kanë luftuar dhe e kanë nxjerrë jashtë, që the. Edhe një herë. Regjimi i ajatollave, pra pushteti në Iran, kishte dy zgjidhje. Po. Ose të vriste të gjithë ata persona që ju futën në shërbim të Izraelit dhe të Amerikës, ose të mos i vriste dhe aty çfarë do ndodhte? Të futej Izraeli, të futej Amerika. Tashi për ty, kush ishte më e mira për popullin iranian? Varianti i parë apo i dyti? Varianti që qeveria të vriste armiqtë e popullit, domethënë ata që ishin vënë në shërbim të Izraelit, apo të mos i vriste? Dhe ata të bënin punën e tyre. Si thuhet? E para do ishte më mirë. E para sigurisht ata bën ata. E ti thua që është pastruar Irani, thua ti me këtë po them pra, e kanë nxjerrë jashtë Izraelin dhe këto. Natyrisht ata kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Dhe mos harroj që lufta çdo ditë nxjerr atje krimba. Po. Sepse tani njerëzit janë. Ndërkohë që bëj Samiri atje vazhdonin ato me raketa prap. Po pra, por lufta vazhdon, sepse pse? Sepse Izraeli dhe Amerika. Trumpi reagoi që nga Samiti që tha ata janë popull llumë, janë kështu e gjithë zezë. Tani se kush është llumë di gjithë bota xhan. Po, ne s'po merremi me këtë. Aty fillon historia e gjithë botës. Po pra, ne s'po merremi me këtë pjesë këtu, po unë di këtë që unë për vete, të paktën ashtu siç jam edukuar unë nuk do lejoja kur që në këtë vend të futet të sundoj dikush tjetër. Për më tepër një vend që gjithmonë ka pasur qëllime. Tani a jemi në kohë që tani t'i kthejmë edhe fillimin e bisedës duke e lidhur me këtë fundin e kësaj. A jemi në kohë ne se edhe Shqipëria po pushtohet nga kjo gjë dhe ne po e shohim. Dhe një nga arsyet që unë vetë paktën kam shku në atë protestë është kjo, më kryesorët. Kjo për pushtimin, copëzimin dhe shpopullimin dhe zhdukjen dhe për zënjen e popullit shqiptar nga Shqipëria. Shiko, nga këta. Nga këta. Pra, ne a jemi në një fazë që mund të shpëtojmë nga kjo gjë? Ne jemi akoma në një fazë që mund të shpëtojmë. Jemi akoma. Po. Jemi akoma. Gëzueshëm. Dhe kjo fazë është jashtëzakonisht delikate dhe duhet shfrytzuar maksimalisht. Siç të thash, ne jemi para dy alternativave si popull. Një që ta fitojmë të drejtën ton me drejtësi, me përfshirje masive të popullit dhe të institucioneve, dëgjoj mirë. Dhe e dyta që të plasim luftën. Ne luftën se bëjmë. Se ne kemi maksimumin nga një gurë nga një vezë, ata ta fusin me plumë dhe lënë topen vend. Dhe si shteti ata gati kanë shkopimin. Kanë ardhur, nuk e di atë lajmin e fundit para disa ditësh që nëse Akademia e Forcave Speciale të Izraelit që e tha me që është marrëdhënie totale, pikërisht këtë po të them. Domethënë ne jemi në një kohë që duhet patjetër të sulmojmë institucionet në mënyrë që ti sulmojmë prit dëgjoj mirë. Mos i ngatrojmë gjërat. Ti sulmojmë në një mënyrë të tillë që ti ndërgjegjësojmë ata të kthehen në normalitetin, që të kthehen ata në normalitetin e detyrës tyre. E kupton? Pse bërtasun hapni gjykatat që gjyqtarët të jenë të detyruar të marrin vendime sipas ligjit dhe sipas provave. E kupton? Ato të bërtiturat atje në shesh shumë mirë janë, sepse ato ndërgjegjësojnë, si thash, zhdukin frikën, bashkojnë njerëzit me njëri tjetrin, kanë funksionin e vet, natyrisht shumë të rëndësishëm, por duhet patjetër një organizim politik i vërtet
me njerëz të zgjuar dhe me eksperiencë, jo me çunak që din vetëm të bërtasin e të thonë unë jam vips. Po, ato të bëjnë punën e vet. Gjithsekush punën e vet, gjithsekush rolin e vet brenda kësaj, brenda këtij konglomerati njerëzish, dhe që të kenë një mundësi të drejtohen ashtu siç duhet institucioneve për të kthyer atyre në rrugën e tyre të diktuar nga ligji dhe nga kushtetuta. Dhe kjo është e vetme mundësi që ne kemi. E kupton? Tani, si mund të sulmosh ti një institucion? Turma nuk e sulmon dot. Vetëm se po të thotë që a sulmoj se të thyr xhamet, fitove gjë jo. Siç bën komisariat numër 3. Po pra, nuk fiton gjë. Pavarësisht se ajo e komisariat numër 3 ishte tjetër gjë, se e vënë presion për të nxjerrë çunat, dakord, është një nga format e luftës. Ndërsa kur bëhet fjalë për institucione madhore, siç është brenda normës normale sa gjë që ndodh në komisariat në një farë mënyrë po. Okej, në një farë mënyrë po. Domethënë, nuk duhet të kishin arritur gjërat që atje, po policia ka bërë gabime të mëdha. Okej, vazhdojmë se. Dhe natyrisht, domethënë, ne duhet t'i ruajmë konfliktive të këtij lloji. Se edhe janë edhe provokim. Po pra, pikërisht. Tani, ku vjen puna për të bërë një veprim, po, për të bërë një veprim konkret që institucioni të veproj dhe ti të marrësh si popull të drejtën e vet, ti si popull nuk mund dalësh atje të vemi 100.000 vjet atje dhe të themi që duam gjën ton. Çka ke ti? Ke humbur gjë ti? Ti ke humbur gjë? Të kanë vjedhur gjë ty konkretisht. Mua? Po mundohem që mos më vjedhin. Ore, ti të kanë vjedhur gjë konkretisht ty sot? Jo. Domethënë ti s'ke kauzë. Diçka prekshme thonë. Po pra, s'ke gjë të prekshme ti. Nuk mund të shkosh ti në gjykatë dhe thuash, hapi gjykatën se unë dua këtë gjë time. Kam depozituar aty kërkesë, ankesë, kallëzim që duash ti dhe ke? Jo. Ata 100.000 atje nuk kanë. Atëherë çfarë duhet bëjnë ata? Duhet të mbështesin atë që ka. Jo të përtasin atij kote. Pra, nëse ne nuk bëjmë dot një luftë me armë, sepse kjo është katastrofike për vendin, nga çdo pikpamje që ta futesh, ne duhet të bëjmë një luftë me armën e ligjit. Po kush mund ta bëj? Mund ta bëj vetëm ai që ka kauzë direkte. Të mbështesim atë që ka kauzë direkte. Po pra. Që t'ju heqim atyre pushtetin. Ka dalë një Engjëll Luka dhe ka dalë atje, e ka thënë, Edi Rama ka dalë në shesh dhe u është ulur në gjunjë para kryeministres së një vendi tjetër dhe kjo e ka emrin kapitullim. Tradhti quhet ndryshe. Përse asnjëri prej këtyre njerëzve nuk mbështesin Engjëll Lukën në qëllimin e vet që është edhe i tyri. Ka dalë një Engjëll Luka dhe thotë, mua më kanë vjedhur kaq para dhe në këtë mes janë futur bankierët, pushtetarët, gazetarët, gjykatësit, prokurorët, policët e tjera. Pse nuk e ndihmoni Engjëll Lukën që ta verë në vend këtë drejtësi që është edhe juaja? Se ky është ndërgjegjësim konkret. Nuk është bërtasim në atje se Edi Rama argjoi 4 milion për Kanye West. Ku e ka përgjigjen e para për të mirën e Shqipërisë. Dakor? Pavarësisht se ai mund të thotë atje sot i faturon atij 4 milionë e 200.000 lek e 200.000 dollar dhe nesër i merr 3 milion. Po ti se gjendot? E gjendot? Unë e kam gjetur. Është e dokumentuar. Ka vendim gjykate. Pse i qeni të tërë më njanë pagoni për gjëra kot dhe nuk ndihmoni Engjëll Lukën, që është ai që ka kontribuar, ka sakrifikuar, është dhënë për ju. Ka dhënë gjithçka për ju. Domethënë, doni të jeni konkret dhe të arrini një rezultat, apo doni të bëni zhurmë? Bëni zhurmë. Shumë e thjeshtë pyetje. Këto pikpyetje janë edhe për mua, por edhe për ata që po pra, për të gjithë ata që po dëgjojnë. Dhe kur them për Engjëll Lukën, them për të gjithë ata që kanë kauzë të këtij lloji. Ata për shembull pronarët e Zvërnecit, kanë një kauzë ata. Unë kam dëgjuar që ata, përveç se janë të tërë bashkë, sepse ndryshe nga të tërë tjerët, unë jam vetëm. Ata kanë njëri tjetrin, kanë pasuri njëri tjetrin, mua mbi kanë marrë të tëra deri në qindarkën e fundit. Zero absolute. E kupton? Dhe nëse atyre ju është dhënë edhe hapësirë në televizion, kanë paraqitur dokumentet njëra tjetrën, Engjëll Lukës pse nuk i jepet? Sepse Engjëll Luka është i vetmi që atakon drejt për drejt këtë pushtetin madhor, domethënë këtë pushtet maksimal dhe maskara. Këtë pushtet të cilin juve dilni atje dhe thoni që
duhet ta zhdukim. Hajde, qysh ta zhdukim? Se mirë do ta zhdukim, po qysh do ta zhdukim? Ka vetëm një mundësi, që Angel Luka, me atë të drejtë që ka, me atë vendim që ka në dorë, të çojnë në burg bankierin, ministrin, deputetin, të ta njerëz të implikuar. Dhe ti jesh i sigurt që më pak se një muaj duhet që ata të zhduken të te. Më pak se një muaj. E diti? Sidomos me këtë energji që ka sot. Me këtë energji të protestës. E kupton? Do ndjeshmëria është maksimale. Duhet që gjërat të bëhen konkrete, ndryshe ti sfiton asgjë. Ti mund të bësh llam tërë ditën atje, ti edhe zhvezet, ti edhe ashtu edhe ai të merr të rast brenda se një farë të drejtë e ka. Po si vjen aty ke protesta, me folat e ta kam thënë edhe herë tjetër. Atëre, unë kam ardhur te protesta dhe do vi prap te protesta. Jo, që të vish të flasësh, jo ka gjatë se nuk të kuptoj Jo, natyrisht, unë kam arsye, po. Unë të gjesh në formë të marrësh të biesh në pjesa e saj energjisë që edhe një herë, edhe pse ju nuk e shikoni, atje ka një grup organizator, një grup kontrollues. Hajde ta zhbëm pra këtë grupin unë. Ta zhbëm, po siç të thashun ty. Po asnjë se pranon që jam organizator. Tani është tjetër gjë që shohim de facto, tjetër gjë. Ku janë këta organizatorët? Ku janë? Se njerëzit duhet takohen ditën që të shkojnë të flasin atje natën. Jo, hajde direkt fol aty natën, direkt. Të flas aty natën? Po, direkt. E sigurt, Po. Hajde, do jem unë, do të filmoj unë, nëse shumë. Jo më po ta them shumë. Jo, ti unë e kuptoj atë që ti e thoj me shumë pastërti, po unë do vi natyrisht sot e nesër e pas nesër jo, se jam i mbytur me punë, sepse ç'a bëjnë ata? Në vend që të më japin parat, më japin copa letrash. Zbehet. Ja, është ajo gjithmonë ajo joja. Dhe unë duhet i bëj ca veprime se s'bën. Kupton? Siç të thashë. Edhe unë kam pak kënaqësi të mia për tek ajo protestë, edhe i kam shprehë edhe publikisht, siç i shpreh edhe ti. Por nuk mund të rri larg asaj të ja lënë dorë atyre. Pra, jo vetëm unë, se unë jam askushi për t'ja lënë dorë atyre, por ne nuk do t'ja lëmë dorë kësaj të keqes që ne shohim tek ajo. Pra, nuk mund të ndërzohemi, të rrihiqemi, të themi, "Ok, janë ai grupi dhe tikim." Hajde të bëjmë edhe ne formën tonë të presionit. Të gjës, të jemi edhe ne kjo gjë, se edhe ne jemi njerëz si këtij vendi. Jemi edhe njerëz që kemi dhënë edhe ne kontributin tonë. Sigurisht, nëse nëse nuk jemi më edhe tani ti po jep atë. Patjetër pra, ne edhe nëse ajo gjëja mbaron mbyllet sot, ne do vazhdojmë prap. Nuk kërsim me. Unë nuk e mbyll timën mirë. Unë betejën time nuk e mbyll. Pra ne kena vazhdu, e kena bërë edhe më herë se sa kjo. Jo për të thënë se jemi ne apo që kemi flamurin dorë, nuk kemi vujt në herë të pjesë, por sepse dëgjojnë që njerëzit duhet kuptojnë një gjë. Sa për dini për atë videon, e peti atë video që hodha unë për Gen Program? Nuk e ndoq atje, nuk e ndoq atje. Jo, atë të voglën për Gen Program. Po, atë pashën që ma nisë edhe më. Dhe filluan ca njerëz shajnë me fjalë nga më të pistat. A pse ke publikuar atë videon? Po, ato 20 sekonda. Ke provoria. Disa prej tyre kanë shprehur po me fjalë shumë të pista. S'ka rëndësi. Se duket që janë njerëz pa. Dhe unë atyre, jo, po du t'ju them dy fjalë atyre. Që ta mbyllin tani. Juve sot, po bëni partizan deri në atë pikë sa keni humbur komplet veten në edukatën e gjithçka tjetër për të mbrojtur Get Programin. Tash do t'ju kujtoj dy fjalë, dy momente nga historia e këtij populli. Në 91 po kjo kategori njerëzish u bën me Sali Berishën dhe vranë pren për Sali Berishën. Në 97, 6 vjetë më vonë të pushtetit Sali Berishës, gratë e këtij vendi u veshën tëra me të zeza. Po ja kujtoj këtyre njerëzve. Në 2013 erdhi në pushtet Edi Rama, dhe Edi Rama dhe sot e kësaj dite mbushet që i dham Sali Berishës 1 milion shuplaka të tërë bërtisnit për Edi Rama. Pranë 4 veta në 2011. Po jo vetëm për ata, po në 2013 një muaj më vonë zotëria shkoi atje në Vlorë dhe Vlorën e quajti lungomare. Asnjëri prej jush nuk e ngriti zërin. Dhe nga dala ai zotëria vazhdoi krimin e tij në majtë të pushtetit, duke poshtëruar, edhe duke vrarë, edhe duke rrëmbyer, edhe duke grabitur, edhe duke i vënë mina pronave tuaja. Dhe juve sot mua që mundohem t'ju hap syt, më flisni me të tëra fjalë më të pista nga goja. Piste që jeni vetë juve të kësaj kategorie, dhe kjo përjashton të gjithë të tjerët, dhe
si që thash në intervistën pak më përpara, që juftoj të hapni sytë, të dëgjoni, të shikoni, të kontrolloni, dhe mendoni çfarë doni pasaj. Se pëlqeni Angel Luku, kur mos e pëlqefshi. Po si jemi këtu për të pëlqyer, o Angel. Ne jemi këtu për t'ju dhënë juve ato që dim ne vetë. I do, meri, si do, leri. Ju përshëndesim, të jeni mirë, të kthjellët, të dashur, se duke dashur të tjerët, atëherë kujtoni që doni dhe vetën, se duke ushqyer të tjerët keq, ushqeni edhe keq edhe veten tuaj. E keqja që jepni kështu, nisim, muhabetet Po ti prap me ile më bën modi? Ja, po mbaron gjë. Po mbaroj pra kërë, kemi orë gjysë që flasim, një orë gjysë të më vapë. Rrim edhe më vapë për ju prapë thoni. Kalofshi mirë, guxim edhe qëndrim të fortë. Ka dhe njerëz të po pas një diskutim, që ka. Uroj që të vi kthjellimi. Pas një diskutim që ka. Gjithë ata që e kanë dashamirësinë dhe edhe njerë ato fjalë që i fola për atë kategorinë atyre pak njerëzve, të tjerë të tjerët janë të përjashtuar nga ajo që sapo thash. Ju përshëndesim. Kalofshi mirë.